Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV. Tani dua të ndaloj pak në një reagim, dua të komentoj një moment ku data e mbrëmshme ka marrë një vëmendje shumë të madhe. Ju e dini që sonte këngëtarja e njohur, personazhi i njohur i Big Brotherit, goca që ju e keni më në zemër, Egli Tako, do të publikoj këngën e saj të parë pas përfundimit të Big Brotherit. Këngën e titulluar Jetë, një këngë që brenda saj e komentuam edhe ditën e djeshme, mbante shumë emocion, mban shumë dram, mban shumë film, mban të kaluarën, mban të tanishmen, goditja me botën, se si ne i tregojmë jetës dhe jeta çfarë përgjigje na jep ne. Do duhet ta sfidojmë, do duhet ta luftojmë, do duhet të guxojmë, apo i marrim gjërat shtruar edhe fitojmë. Do me thënë, është një këngë që ka shumë mesazhe. Është një videoklip që duket që do t'jetë një super mesazh për të gjithë publikun, pasi që Egli Tako është një personazh që edhe ka folur hapur për problematikat e jetës. Jo çuditërisht, ishte edhe si temë bazë dhe trajtuar tek Grida Duma, depresioni, ankthi, histori, të cilën Egli e solli në skenë. Por ajo që mua në fakt më ra dje në sy, qofsha gabim, një lëvizje që ka ndodhur në Instagram nga një personazh shumë i preferuar i Eglit, i dashur si njeri duhet ta cek. Më herët në Big Brother dhe ky çuni kur doli nga Big Brotheri e mbështeste Eglin duke folur fjalët më të mira për Eglin, do dua të ndaloj tek Redon Berani, në atë ditën e djeshme ka nxjerrë këtë fotografi në Instagram që shkruan 26 i pesti dhe një çezëm edhe ujë, ku uji simbulon jetën. Do të thënë uji simbulon jetën. Çfarë e lidh Redoni me këtë gjë? Mos vall Redoni sonte, po në këtë datë do të na sjellën ndonjë këngë edhe ka lidhje me jetën dhe kënga e Redonit, ka lidhje me ujë, apo është në mbështetje të Eglit, në suport të Eglit për këngën e saj. Çuditërisht Redoni nuk është se i ka bërë Eglit suport më në projektet e saj, do të thënë nuk është se e ka mbështetur, ka folur shumë pak kur Egli doli nga shtëpia e Big Brotherit, herën e parë. Do me thënë e mbaj mend në atë kohë Redoni ka qenë duke hyrë në studiot e Top Channelit, ishte i ftuar në Top Albania Radio dhe nuk kishte shumë informacione dhe nuk kishte patur një komunikim me Eglin, por siç duket Redoni ose do të sjell këngën e tij e cila ka lidhje me një gotë ujë dhe ka të bëjë me jetën sepse e ka vënë zjarr, ose do të sjell këngën e Eglit. Duke e ditur që Redoni është dhe producent, nuk më merr mendja që Egli ka punuar këngën në studiot e Redoni, por edhe në qoftë se do ta punonte nuk ka gjë të keqe. Redoni është super producent, më bukur se mund t'i punon këngët Ilir Berani, Redon Berani që Iliri ka shkruar, shënuar hite në historinë shqiptare, nuk i punon dikush tjetër, por do ta kuptojmë sonte se çdo të ndodhen. Ndoshta kjo mund të jetë edhe një lëvizje mbështetje e Redonit ndaj Eglit. Si e shikoni ju? E shikoni që Redoni do të sjellën projektin e tij, apo thjesht e ka bërë këtë në suport të Eglit Tako si një shoqe dhe një mike familjare, ashtu siç Redoni e quajti kur u pyet në se luan topi që tha mund të takohemi me familjet tona të pimë një kafe.